Zëvendës kryeministri Izet Megjiti ka bërë thirrje BDI-s që të votojnë ndryshimet ligjore për inspektoratin e gjuhëve, me qëllim që, siç thot ai, të punësuarit në inspektorat t'i marrin rrogat, të cilat i presin për 6 muaj. Megjiti theksoi se ekziston marrëveshje politike sipas së cilës pas miratimit të ndryshimeve ligjore, inspektorati i gjuhëve do të vendoset nën kompetenca të Agjencisë për zbatimin e gjuhëve. Dhe nëse këto ishin të gatshëm pra të votojnë riorganizimin e qeverisë në bashkëpunim me VMR dhe PMN, mendoj që nuk do kenë arsye mos votojnë inspektoratin e gjuhëve të zgjidhet pranijër në kuadrat e Ministrisë së Drejtësisë dhe mandej të marrin rrogat e rregullta dhe mandej ashtu siç ka marrëveshje politike inspektorati të kalon në Agjencionin e Gjuhëve dhe për herë parë inspektorati i gjuhëve të merr formën e si gjitha inspektoratet tjera, sepse deri më tash pa inspektorati i gjuhëve ka funksionuar vetëm formalisht, prej themelimit deri sot ka vetëm një gjokë atë në kohën tonë para 2 muaj në Tetov. Megjiti tha se marrëveshja është që fillimisht Badenderi të kalojë në parlament dhe pastaj do të kalojë në Agjencinë e Gjuhëve dhe se e njëjta ka të bëjë edhe me disa çështje të tjera që janë në interes të shqiptarëve. Të punësuarit në inspektoratin e gjuhëve për gjysmë viti akoma nuk kanë marrë paga. Ata nëpërmjet preskonferencave kanë shprehur zhgënjimin dhe kanë paralajmëruar protesta në rast të moszgjidhjes së këtij problemi.